se jemi shok me Noizin, si dy çuna problematik që jemi, e keni parasysh. I thosha unë, o Noiz, unë pa e bo atë Lamborghinin tatë, me shku, plum pushke, deri në Peshkopi, unë nuk e lej këtë punë. Edhe Noizi jo me helikopter, jo me drona, qonte drona me paku janë punimet, jo me ca makinat lodhura se kishte halë se i thyej i Lamborghini, edhe më shifte edhe më provokonte tipik njeri që kur ka dalë këtu nga barku nonës bebe, ka marrë atë, e ke parasysh, e dini ju atë pjesën e Dibranit që ta hudh knej, ti shef knej, e ke hongër anej. Edhe thoshte, mirë, ka hec, po, edhe rrite, po, ajo poja ishte me një fjallë Lamborghinin tim harroje se nuk e qoja ne. Ja ku e sot, Lamborghinin e ke aty, edhe pastaj ti do marrësh Lamborghinin, do shkosh në kryet karvanit, do jesh i pari, do futesh në Peshkopi nga rruga Maqellarës, okej? Hajde, ka kërkes, qa kërkes e ke? E kam dhe i kërkes. Babi im ka lind me një fshat ane që quhet Lubalesh. A e ndihni ku Lubalesh? Ore, nga ura Shupenzës, është vetëm 2 kilometra pa shtruë, bërë. Ma shtroni dhe ato rrugën shkët shof gjyshit se ka malan atje në Lubalesh. A jena pa me shtu rrugën, apo jo? 2 kilometra janë. E kuptoni të shirë? Ha? I them Klosit, kujdes në atë 4-1, se Dibran do rinë dhe menojnë, thëmë, po i tham 4 këtë herë, qa do në japin këto dhe qa mu t'i japin mo herës tjetër? Gjithsesi, se i vogël. Gjithsesi, unë them që me që nuk u prishëm për gjithat rrugën e Arbrit edhe me që nuk u prishëm as për gjithat tunelin e të mërshën Murizit, si kur këshin artë gjithë gjindet e dibër si shën fut mren, mos penalon me kalu, nuk do prishëm për 2 kilometra, edhe kushti është kë, ne da bëjmë rrugën, por koncertin e vetë, albumin e vetë të ri, Noizi, do t'a prezentoj këtu ke kjo fusha këtu. Edhe do t'i bjeri këtu fansat nga gjithë Shqipëria, nga Kosova, nga Macedonia, nga tjetë këtu, se rrugën e kanë, fushën e kanë, Dibrën e kanë, qartë dunë më shumë, më regull, jemi dakord? Edhe asaj rrugës do ja vejmë rruga Noizit, po do ja vejmë emrin rruga Noizit, dakord, kryetar? Dakord, festa dakord, do ja vesh me Këshill Bashkiak rruga Noizit, por do t'i vejmë Gozhda që mos shkojnë me shpejtësi makinat